Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO ka deklaruar se amerikanët nuk do të largohen nga Evropa ose nga aleanca, duke ulur kështu shqetësimet që kanë shkaktuar panik në të gjithë kontinentin. Komentet e Matthew Whitaker në margjinat e konferencës së sigurisë të Muniut erdhën disa orë pas deklaratave të sekretarit të shtetit Marco Rubio. Nga ana tjetër, Whitaker theksoi nevojën që europianët marrin përsipër më shumë përgjegjësi për mbrojtjen e vet. Ne kemi nevojë që Evropa, të cilat janë vende shumë të pasura, vende të suksesshme, të marrin përsipër mbrojtjen konvencionale, tha ai. Kjo i shiron Shtetet e Bashkuara për të kujdesur për këto sfida dhe kërcënime të tjera me aleatët tanë në ato rajone. Presidenti amerikan Donald Trump ka kritikuar vazhdimisht shpenzimet e ulta të anëtarëve të NATO-s në mbështetjen për Ukrainën dhe angazhimin për mbrojtjen. Këto kritika janë zbutur në javët e fundit me zyrtarët amerikanë që u thanë homologëve tyre evropianë se 80.000 trupat amerikanë në kontinent do mbeten në vend.